Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën disa dobi nga fjala e Allahut Gjelleshanuhu e sures 33, ajeti 36, ku Allahu Gjelleshanuhu thot: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu", kur Allahu dhe i dërguari i tij kanë vendosur për një çështje. Vëllezër të dashur, Allahu i lartësuar e zbriti Kur'anin famëlart për mbarë njerëzimin dhe ai kërkon prej neve që të meditojmë në Kur'anin famëlart, që të studiojmë dhe të marrim mësimet e Kur'anit famëlart. Allahu na drejtohet dhe na thot kështu: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala kulubin aqfaluha", përse nuk meditoni në Kur'an, përse nuk shiqoni në Kur'an, përse nuk studioni Kur'anin, a mos keni dryna në zemrat tuaja? Duke u nisur nga ky ajet kur'anor, që të meditojmë Kur'anin famëlart, të studiojmë atë, të shohim dobit e tij dhe pastaj t'i bëjmë pjesë praktike të jetës sonë mësimet e tij, ne, inshallah ta'ala, pra, do të shohim sot, do të meditojmë sot rreth ajetit 36 të sures 33. Çfarë thot Allahu në këtë ajet kur'anor? Allahu na thot kështu: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amra." Shumë e rëndësishme. Nuk i takon asnjë mu'min wa mu'mina, asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje, shifni, në mënyrë të prerë, në mënyrë direkte. Nuk i takon, nuk i lejohet, nuk ka të drejtë asnjë besimtar dhe asnjë besimtare en yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, që ata të marrin zgjidhje tjetër përveç asaj që u ka shpallur dhe ka gjikuar Allahu i lartësuar. Pra nëse Allahu i lartësuar dhe pejgamberi alayhi salam kanë gjykuar mbi një çështje, kanë gjykuar dhe kanë thënë në atë çështje se si ajo çështje duhet trajtuar, si ajo çështje duhet të realizuar. Pas këtij gjykimi të Allahu Gjelleshanuhu dhe të Muhammedit alayhi salam, besimtarit dhe besimtares nuk i mbetet gjë tjetër përveç se ta realizoj atë ashtu siç ka gjykuar Allahu dhe i dërguari i tij.
wa men ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. E ai I cili nuk I bindet, nuk punon, nuk vepron në bazë të asaj të cilën Allahu Gjelleshanu dhe Muhamedi alayhi salam kanë gjikuar, faqad dalla dalalan mubina, vërtet të tillët janë humbur humbje të qartë. Ajeti kuranor, o vëllezër dashur, është I përgjithshëm, ashtu siç e pat edhe ju vetë. Ai ngërthen në vete çdo çështje dhe çdo aspekt të jetës sonë. Jo vetëm çështjen fetare, jo siç thuhen disa lenja I fen në xhami e jashtë xhamive s'ka punë feja. Jo. Feja jo nuk është e tillë. Dhe muslimanët nuk kanë qenë dhe nuk do të jenë të tillë. Se tekstet I kanë të qarta. Ky ajet është I përgjithshëm dhe përfshin të gjitha aspektet dhe çështjet e jetës sonë. Në çdo çështje të jetës sonë, Islami në ka orientuar, në ka vendosur bazat e sjelljes sonë. Qoftë ai aspekti fetar, Allahu në ka mësuar besimin dhe fenë. Qoftë çështjet individuale, pra personale, Allahu edhe ato I ka rregulluar. Familjare, ekonomike, politike, financiare, shkencore, shoqërore, të gjitha çështjet e jetës sonë I ka rregulluar Allahu në Kur'an. Dhe me këtë ajet kuranor, ai na bën të qartë neve dhe të gjithë të tjerët se besimtari dhe besimtarja, aty ku Allahu I lartësuar ka gjikuar se si duhet të realizuar, ne nuk kemi zgjidhje tjetër dhe ne elhamdulillah I dorëzohemi gjykimit dhe vendimit të Allahu të lartësuar dhe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në një ajet tjetër kuranor, vëllezër të dashur, duke na porositur Allahu I lartësuar që ne duhet dorëzuar gjykimit të Allahut në të gjitha çështjet e jetës sonë dhe duhet punuar krye kput ashtu siç na mëson Allahu I lartësuar dhe Muhamedi alayhi salam. Allahu në një ajet tjetër kuranor na thot kështu: Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Pra në bën të qartë edhe një herë këtë çështje, se ne muslimanët elhamdulillah, për ne e vetmja zgjidhje është zgjidhja cilën e ka zgjedhur Kur'ani dhe pejgamberi për ne. Dhe ne atë e përqafojmë dhe ashtu veprojmë dhe ashtu do të veprojmë dhe do të punojmë. Çfarë thot Allahu? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Allahu betohet, fala wa rabbik, në vetveten e tij, la yu'minun, nuk kanë besuar tamam siç duhet ata besimtar dhe besimtare. Ta shohim çfarë dashka që të plotësojmë besimin ton. Madje betohet Allahu, betohet. E Allah betohet në çështje të rëndësishme, apo çfarë thot? Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Derisa ata të gjykohen tek ty, subhanallah, tek Muhamedi alayhi salam. Çashtu që kemi Muhamedin sam, e kemi Kur'anin dhe Sunetin e tij. Ende nuk kanë besuar besim të plot derisa ata të gjykohen
në mes tyre, në mosmarrveshjet e tyre që i kanë ndërmjet tyre tek ty. E ne sot ku të gjikohemi në Kur'anin famëlart dhe sunnetin e pejgamberit alayhis salam. Pra kemi unë dhe ti mosmarrveshje, kemi unë dhe ti një debat, kemi unë dhe ti një polemik, kemi një problem, sido që tjetë aj, pa marrë parasysh cili raport është aj, ku duhet shkuar dhe gjikuar. Në bazë të cilave mësime duhet të gjikohemi në ndërmjet nesh. Pra në bazë të Kur'anit famëlart dhe haditheve apo sunnetit të pejgamberit alayhis salam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Jo vetëm të shkojmë të gjikohemi, o vëllezër të dashur. Jo përveç që ne duhet punuar në bazë të mësimeve të Allahut dhe të dërguarit të tij. Jo vetëm kaq. Po çfarë kërkon Allahu edhe madje edukim shpirtëror, edukim zemre, çfarë thot? Thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadayta, dhe nuk ndjejnë ngushtim, nuk ndjejnë nervozizëm, nuk ndjejnë ngritje nervash, nuk ndjejnë në zemrat e tyre diçka të kundërtën nga ajo që ti gjikove. Subhanallah. Subhanallah. Jo vetëm që të gjikohemi në bazë të Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit alayhis salam. Ai duhet jetë dhe është çështje e krime për besimtarët. Elhamdulillah. Se besimtarët kur kanë diçka, shohin dhe më njëherë thuan se kështu thot Allahu, kështu thot pejgamberi. Elhamdulillah. Po bile nuk duhet as të ngelet diçka në zemrat tona në të kundërtën e asaj që gjikon Allahu për atë çështje. As nuk duhet të ngelet. Wa yusallimu taslima, dhe duhet të dorëzohen mësimeve, gjykimeve të Allahut të lartësuar, taslima, me një teslim, me një dorëzim të plot. Ndërsa, për ata që nuk janë kështu, si që thot Allahu i lartësuar, përse janë më ndryshe, të tillët të cilët nuk funksionojnë, nuk punojnë, nuk veprojnë në jetën e tyre në bazë të gjykimeve, në bazë të vendimeve, mësimeve të Allahut të lartësuar dhe të pejgamberit e sa. Të tillët le të bëjnë kujdes, sepse edhe për të tillët ka folur Allahu i lartësuar në Kur'an. Në një ajet kuranor, çfarë thot? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Subhanallah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Le të bëjnë kujdes ata të cilët janë në kundërshtim me emrin e Allahut. Le të bëjnë kujdes ata që janë në kundërshtim me gjykimet e Allahut, me mësimet e Allahut. Le të bëjnë kujdes ata të cilët nuk kanë koncept të jetës së tyre për bazë mësimet e Kur'anit dhe sunetin e Rasulullahit. Çfarë thot pastaj? En tusibehum fitne, subhanallah, të tillët do t'i godas sprov, do t'i godas nga tresa, të tillët të cilët nuk punojnë konform gjykimeve dhe vendimeve, mësimeve të Allahut të lartësuar. Ata do të kenë sprova, do të kenë telashe, do të kenë probleme në jetën e tyre. Kjo është ligj i Zotit në tokë. Au yusibehum adhabun elim,
apo ndoshta do t'i kaploj ata edhe një dënim i dhëmshëm i Allahut të lartësuar për arsye të largimit të tyre nga mësimet e Allahut të lartësuar dhe sunetin e pejgamberit alayhi salam. Ajeti kuranor na sill neve shumë dobi që ne duhet t'i kemi parasysh në jetën tonë praktike. Ndër ato dobi, e para, obligimi i muslimanit dhe muslimanes që ti dorëzohet dhe ti bindet plotësisht, madje duke mos ndjej as në zemër diçka ndryshe nga ajo që ka gjikuar, ka vendosur Allahu dhe pejgamberi alayhi salam. Neve nuk na lejohet përveç se të punojmë në bazë të gjykimeve dhe vendimeve të Allahut dhe pejgamberit alayhi salam. E nëse ne e marrim çtash këtë urdhër kuranor dhe vendosim që në jetën tonë, në çdo raport prindër fëmijë, fëmijë prindër, grua burr dhe burr grua, raport kojshi, shtet, punë, shef, punëtor, dhe gjitha këto raportet tona i realizojmë në bazë të gjykimeve, vendimeve të Allahut të lartësuar dhe pejgamberit alayhis salam, padyshim që ne do të jemi të shpërblyer edhe në jetën e dunjas, edhe në jetën e ahiretit. Allahu çfarë thot? Nëse ne marrim rregull të jetës sonë mbi mësimet, gjykimet dhe vendimet e Kur'anit dhe Sunetit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thot? Innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Vërtet fjala duke rrjedhur nga bindja dhe duke ardhur nga logjika, argumenti, që kur të thirren ata në diçka çfarë ka gjikuar për të Allahu Gjelleshanu dhe Muhamedi alayhis salam. Ata kanë gjikuar dhe kanë vendosur kjo punë është kështu dhe kjo punë është kështu. Kanë gjikuar, është e kryer ajo punë. Çfarë thot? Nuk ju ngelet besimtarit dhe besimtares përveç se të thuan sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe ju bindëm atij vendimi, atij urdhri me gjithçka kam unë. Logjik, zemër, gjuhë, gjymtyr dhe gjithë çfarë posedoj unë, familje, pasuri e kështu me radhë. Dhe ishte më herët, elhamdulillah, dhe duhet vazhduar në kulturën e muslimanëve, po edhe të trojeve tona, me siguri e keni dëgjuar edhe ju fjalën sami'na wa ata'na. Shpesh, sami'na wa ata'na. Çfarë? Dëgjojmë gjykimet dhe vendimet e Allahut, wa ata'na dhe ju bindemi atyre. E çfarë pastaj? Wa ulaika humul muflihun. Të tillët që ju binden në çështjet e jetës së tyre, gjykimeve, vendimeve të Allahut, Allahu thot të tillët do të jenë të shpëtuar edhe në dunja, edhe në ahiret. Vëllezër të dashur, sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, ishin shembulltyr në bindjen e tyre
ndaj gjykimeve të Allahut të lartësuar. Ata nuk pyetnin pse kështu, pse ashtu, po çfarë ju mjaftonte atyre një tekst nga Kurani apo nga Suneti i Resulullahit, ishte çështje krime dhe ju bindeshin atyre. Ishte çështje krime, ju bindeshin. Shembull më të mirë, argument që tregon këtë kulturë të sahabëve, të muslimanëve, dhe që duhet vazhduar. Nëse Allahu ka gjikuar për një çështje kështu, apo pejgamberi ka gjikuar ajo është kështu, dhe neve nuk na ngelet zgjidhje tjetër përveç të bindemi dhe të dorëzohemi, sahabët ishin në një rast ku tregon Enes ibn Malik radhiyallahu anhu duke thënë: "Ma kana lana khamrun ghayru fadikhikum hadha alladhi tusammunahu al-fadikh." Thot ishim ne duke qëndruar dhe nuk kishim ne alkool, ende ishte alkooli i lejuar, përveç nga hurmat. Fa inni liqaimun asqi Aba Talha, dhe unë bash isha duke i shërbyer alkool, ende ishte i lejuar, kujt? Abu Talha wa fulanen. Edhe i përmendën sahabët tjerë që ju shërbente, dhe me thonë, alkool. Idh gja rëgjullun fekal, erdhi një njeri edhe tha: "Wa hal balagakumul khabaru?" Fekalu: "Wa ma dhak?" Tha: "A nuk ju ka ardhur juve khaberi, lajmi?" Tha: "Çfarë lajmi e ke qëllimin? Çfarë është ai lajm?" Kal: "Hurrimet al-khamru." Lajmi është që khamri, alkooli, është bë haram dhe ne nuk guxojmë të shërbehemi me të në asnjë formë, pra të shërbimit të tij dhe përdorimit të tij. Kalu: "Ahrik hadhihi al-qilal ya Anas." Si ishte Enesi të shërbej? Ehrik derdhe, tha këtë dhe me njëherë. Nuk pyetëm pse, nuk pyetëm kusht ka thonë, a është kështu me vërtet, a është kështu, hiç nuk pyetëm, kështu është emri muslimanit dhe muslimanes. Kështu është çështja jonë, o vëllezër. Nëse të thot ka thonë Allahu, ka thonë Resulullahi, çështje e kryme, jo vetëm kaq, po edhe në zemër nuk duhet ngelur diçka ndryshe nga ajo, po duhet sallimu teslima, të dorëzohemi që të gjithë, e jo të fillojmë të filozofojmë. Çfarë i tha? Ahrik hadhihi al-qilal, derdhe kët. Ja Enes, qal: "Fama sa'alu anha wala raja'uha." As nuk pyetën pse, as nuk u interesuan më thellë. Ha ba'da khabari ar-rajul, me njëherë pas lajmit të këtij njeriu. Pra kështu duhet jemi edhe ne. Çfarë thot Allahu pastaj për këto? Alladhina istajabu lillahi war rasul, pra për sahabët në përgjithësi. Dhe ata që i dhanë gjevab, subhanallah, walladhina istajabu lillahi war rasul, që ju përgjigjen gjykimeve, vendimeve të Allahut dhe të dërguarit të tij. Min ba'di ma asabahumul karh, pasi që i goditi sprova, fjala është për çfarë? Në luftën e Uhudit, kur u plagos Muhamedi alayhis salam, u gjakos ju thin dhëmbët, edhe ishte pra në sprov më të madhe të mundur. Çfarë thanë? Lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Atëherë tregon Aisha radiallahu anha se pejgamberi alayhis salam nga kujdesi ju tha sahabëve që t'ju shkojnë pas ushtrisë armike, mos bëjnë dhe një plan edhe të kthehen përsëri edhe njëherë në luftë edhe t'u shkaktojnë edhe më shumë dëm. Çfarë shkuan? Shkuan 70 prej sahabëve, edhe të raskapitur, edhe të lodhur, edhe të vrar,
edhe pejgamberi i plagosur në një situatë vërtet katastrofale në të gjitha aspektet e saja, dhe ende viti 3 i hijretit, një humbje të madhe, ata nuk u dorëzuan. Me njëherë, me një fjalë, 70 shkuan pas. 70 ju ngjitën prapë ushtrisë pas. Edhe pse të raskapitur. Edhe Allahu i lavdron. Çfarë thot? Alladhina istajabu lillahi wa lirrasul. Që i dhanë gjevab dhe i dëgjuan Allahu dhe të dërguarit e tij dhe ju shkuan pas atyre kur ishin edhe në sprovën më të madhe, në pamundësinë më të madhe, në dobësinë më të madhe. Ata nuk ju dorëzuan mësimeve dhe gjykimeve ndimeve të Allahut, por i shkuan pas. E çfarë vin edhe shpërblimi Allah, çfarë? Lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun adhim. Vërtet ata të cilët bën vepra të mira, vazhduan të jenë të devotshëm, duke respektuar gjykimet e Allahut xhelleshan dhe të Muhamedit alayhis salam, çfarë do të kenë? Ajrun adhim. Do të kenë vërtet ejër pra do të kenë shpërblime të mëdha. Ndër ata ishte Ebu Bekri, Zubejri edhe sahabe të tjerë. Po ata që veprojnë të kundërtën e kësaj dhe nuk ju binden, po fillojnë të filozofojnë dhe gjejnë arsye që nuk janë valide ato arsye, çfarë thot për të tillët Allahu? Wa man ya'si Allahu wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ata që nuk ju binden gjykimeve dhe mësimeve të Allahut, vërtet kanë shkuar në një humbje të qartë edhe në dunja edhe në ahiret. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë dhe bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët ju dorëzohen gjykimeve, vendimeve të Allahut dhe të pejgamberit e selam në të gjitha çështjet e jetës së tyre, qofshin të mëdha apo të vogla, qofshin në rahati apo në vështirësi. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.